Atëherë të dashur, kam përmes platformave online të ftuar sot Berat Azizin, kryetari i organizatës Renesanca, për të cilën do bisedojmë për aktivitetet e saj dhe po ashtu të gjithë promovimin që bën kundrejt turizmit. Përshëndetje zoti Berat, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë e tregojmë pak më mirë, ndoshta edhe me fjalët e juaja, se çfarë është organizata Renesanca, çfarë simbolizon dhe me çfarë mirret kryesisht me aktivitetet e saj, që janë të shumta. Organizata Renesanca është një organizatë për arsim, kulturë, ekologi dhe turizëm. Tashmë është viti i 5 që funksionon në këtë lëmi, mirë po fokusi kryesor është i përqendruar tek zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm alternativ, sidomos turizmin malor. Në vitin e shkuar edhe si vjetë kemi një projekt që na mbështetet nga CNVP Pont, është një fondacion evropian këtu me seli në Maqedoninë e Veriut, që kryesisht ka të bëjë me turizmin malor dhe promovimin e produkteve jo drurore, kryesisht çajet e ndryshmeve që kultivohen në malin Shar, borovinkat dhe llojet e tjera të bimeve mjekësore të cilët përdoren sot në mjekësinë popullore. Unë do të fokusohem, si vjet kemi edhe një aktivitet shumë të rëndësishëm, është hapja një shtegu malor për gjatë lumit Shkumbin nga banjat e Tetovës, që faza e parë ka në gjatësi 1 kilometër, ndërkohë që do të vazhdojmë edhe me fazat e tjera, fazën e 2 dhe të 3 që shkon deri në 5.9 kilometër, është një shteg që do të shfrytëzohet nga të gjithë, jo vetëm banorët e malësisë së Tetovës, mirë po edhe nga turistët e huaj. Do të veçoj këtu edhe panairin e produkteve jo drurore, të cilin e mbajtëm më 20 shtator në sheshin e qytetit në Tetov, një aktivitet ky në kuadër të projektit promovimi turizmit malor dhe kultivimi i produkteve jo drurore të financuar nga CNVP dhe Ponte. Në këtë panajir ishin të pranishëm 12 kultivues të këtyre produkteve dhe është hera e dytë që në këtë e mbajmë dhe synimi jonë është panajiri të jetë tradicional, sepse aty mund të promovon të gjitha produktet tona dhe ushqimet tradicionale. Pra qëllimi është që të nxisim banorët e flatrave të malësisë së Tetovës që të zhvillojnë turizmin malor si e vetmja mundësi për zhvillimin ekonomik të këtij rajoni. Në anën tjetër, fali këtyre donatorëve, për herë të parë organizata Renesanca arriti që në tregun e gjelbër në Tetov të vendosë 4 ekotezga apo tezga ekologjike, të cilat janë të destinuara për shitjen e vetëm këtyre produkteve. Pra ekotezgat të gjithë mund t'i shohin, janë të vendosura në tregun e gjelbër në Tetov, shfrytëzohen nga kultivuesit e këtyre produkteve, janë falës për të gjithë ata, jo vetëm për vizitorët, mirë po edhe para shitësit e këtyre produkteve. Pra qëllimi është zhvillimi i turizmit malor, jemi në bashkëpunim edhe me komunën e Tetovës dhe me organizata tjera që sa më shumë të arrijmë të promovojmë turizmin malor në malin Shar dhe të hapim shtygjet e reja. Përmendet në fillim që fokusi është kryesisht tek gjithsesi turizmi i qëndrueshëm apo jo, pse pikërisht ky lloj fokusi dhe çfarë është e rëndësishme në lidhje me këtë gjë? Pikërisht fokusi është turizmi qëndrueshëm, sepse në malin Shar nuk kemi një turizëm në afatgjat vjetor, pra kemi vetëm kodrën e diellit që është një turizëm që më shumë t'i varet edhe nga kushtet klimatike. Mirë po turizmi qëndrueshëm në natyrë, që të gjitha këto që i përmenda, edhe funksionimi i bujtineve që kohëve të fundit është në rritje, sidomos nga bisedimet dhe nga intervistat që kanë bërë me pronarët e këtyre bujtineve, numri i turistëve të huaj nga vendet europiane, mirë po edhe te oqeanike është në rritje. Dhe kjo është një element të kyç se ne mund të krijojmë një turizëm të qëndrueshëm dhe gjithë sezonal. Pra, jemi koncentruar në turizmin malor si e vetmja mundësi për zhvillimin ekonomik lokal të kësaj zone. Pra, nuk kemi në kushtet për një turizëm malor si që kanë vendet europiane, para çka kemi fokusuar dhe nxisim jo vetëm banorët, mirë po të gjithë aktorët që sa më shumë të zhvillojmë turizmin malor, turizmin në natyrë, të promovojmë bukuritë që i ka mali Shar, për të promovojmë edhe produktet tona dhe besojmë se kjo do të ketë një qëndrueshmëri akoma më të madhe me një angazhim të gjithë edhe të institucione për të rreguar sadopak infrastrukturën rrugore në këto zona. Cilat janë produktet që ofrojmë dhe çfarë kuptojmë me kultivimin e produkteve jo drurore? Me kultivimin e produkteve jo drurore, që është një nocion që ndoshta për herë të parë
po përmendet tek ne megjithëse të gjithë e dinë se hynë të gjithë llojet e çajve që kultivohen në Malin Shar, si deri skardika është një ndër llojet e çajit më të rrallë që mund të gjendet vetëm në Malin Shar, pastaj hynë borovinkat, hynë të gjitha manaferat, drevëzat e egra dhe të gjitha produktet tjera jo drurore dhe pikërisht në kohëve të fundit ka një interesim të madh nga vetë banorët e këtyre zonave për të kultivuar këto lloje produktesh, sepse gjithnjë më tepër varet dhe ekonomia e këtyre zonave nga kultivimi i këtyre produkteve, ndoshta jo në atë masa pretendojmë ne, mirë po krijimi i bizneseve fillon nga zero dhe për të shkuar edhe më tej. Edhe ky nocion do të përmendi se në Bashkimin Evropian, në legjislaturën e vendeve të Bashkimit Evropian zë një vend të rëndësishëm me nocionin PPDJ, sidomos në funksion edhe të zhvillimit të agjendës së gjelbër, tashmë që është edhe një top temë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pra fokusi ynë sa më shumë të kultivojmë këto produkte të cilët ndoshta nuk kërkojnë edhe ndonjë investim goxha të madh siç janë biznese tjera, mirë po në anën tjetër janë të cilët zon vend në treg dhe ka hapësirë për të zhvilluar akoma më shumë. Momentalisht, sepse kemi pasur debate po ashtu tema të organizuara, kemi pasur siç e thekët dhe panajir dhe shumë gjëra të tjera, momentalisht çfarë po bëjmë drejt promovimit të turizmit malor? Momentalisht ne jemi duke punuar në krijimin e një platforme digjitale, domethënë në të cilën do të përfshin jo vetëm produkte, mirë po edhe të gjitha vendet turistike në Malin Shar, duke filluar nga bujtinat, majet më të larta malore, shtigjet për ecje, shtigjet për bicikleta, ujvaret të cilet i kemi mjaft të njohura në Malin Shar, lumet, liçenet, domethënë të gjitha këto do të jenë të përfshirë në platformën digjitale me të gjitha të dhënat që të jetë sa më e lehtë për turistët të vendas dhe të huaj, të cilët kanë një interesim që të vizitojnë këto vende. Pra jemi duke punuar në këtë drejtim. Para 2 ditëve kishim edhe një debat organizuar me përfaqësues profesionistë të këtyre lëmive, të cilët shpjeguan se çfarë mund të bëhet në Malin Shar, që ne të jemi në hap me vendet e rajonit në këtë drejtim. Thanë edhe ato fokusin e venduan tek produktet jo drurore dhe hapjen e shtygjeve të reja, të cilët mund të sjellin një numër të madh të turistëve, sidomos të turistëve të huaj. Po punohet në këtë drejtim, qoftë kultivimi i produkteve dhe po ashtu edhe hapja shtigjeve të reja dhe gjithçka që Mali Shar ka faktikisht të jap për të gjithë të interesuarit që duan ta vizitojnë. Aktualisht falë edhe CMVP-s Ponte është duke punuar në hapjen e disa shtigjeve në Malin Shar. Një është shtegu që përmenda më herët është nga organizata Renesansa në bashkëpunim edhe me komunën e Tetovës dhe një shteg tjetër, një shteg të falë hapjes këtyre shtegëve që kanë arritur deri në një farë niveli, janë zbuluar edhe shumë shpella dhe ujvare të ndryshme dhe kjo është bërë edhe nga shoqata bjeshkatare të Tova, pra momentalisht janë 2 organizata të cilët punojnë në hapjen e shtigjeve të reja që të bëhet sa më i qasshëm edhe këto bukurit natyrore apo ujvaret edhe pikat e tjera të cilët pothuajse kanë qenë të pazbuluara. Ndërsa në aspektin tjetër është duke u punuar në krijimin e një pike grumbulluese apo qendre grumbulluese të produkteve jo drurore, edhe pse tek neve në këtë aspekt nuk mungon tregu, pra të gjithë kultivuesit e këtyre produkteve arrin që t'i plasojnë në tregun e Tetovës, jo vetëm produkte, mirë po edhe kur është sezona e mbledhjes borovinkëve, ata arrin të mbledhin një sasi të madhe dhe të plasojnë në treg për një kohë shumë të shkurtër. Domethënë nuk arrin ata ta përballojnë kërkesën. Domethënë faktikisht është një sinjal i mirë se kërkesa për produktet jo drurore shumë më e madhe në krahasim me ofertën dhe atë që mund të ofrojnë banorët e këtyre zonave për momentin. Shohim qoftë interesim apo mbështetje qoftë nga banorët e zonës, nga bizneset, nga institucionet që të japin mbështetjen e tyre me këto aktivitete, me këto zbulime të reja, me gjithçka që po bëni kundrejt promovimit të turizmit malor atje? Banorët janë të gatshëm për çdo lloj, nuk do të thoja këtu sfidë, për çdo lloj aktiviteti, pastaj ata kanë filluar edhe shtëpitë e tyre të shndrojnë në bujtina, sidomos për turistët të vendas dhe të huaj dhe janë të gatshëm për të kultivuar produkte për në një të ardhme të afërt shihet si një mundësi edhe për të ndaluar zbrazjen e fshatrave malore të malësisë të Tetovës, nëse arrim të krijojmë një turizëm të qëndrueshëm dhe një ekonomi të zhvilluar lokale,
pra cek edhe me herët kjo mundet edhe me përfshirjen e institucioneve shtetërore që të kemi një fokusin edhe mos largimin e banorëve nga këto zona. Pra ka një gjallëri në disa fshatra të Malësisë së Tetovës, sidomos të viteve të fundit, falë këtyre aktiviteteve jo vetëm nga Renesansa apo Tetova, mirë po nga të gjithë akteret e përfshirë në këtë aspekt. Shohim lëvizje nga gjitha këto, se unë e di që organizata vazhdimisht organizon aktivitete, jem mbështetjen e saj dhe mundohet të krijojë gjithmonë mundësi të reja për zhvillimin e turizmit. Shohim lëvizje gjithsesi nga gjithë këto promovime, gjithë këto aktivitete, zhvillime në interesimin po ashtu rritjen e nivelit të turizmit tek ne, nga të huaj flasim. Po, nga të huaj, do të thënë nga viti i kaluar që kishim në një do të thojmë një studim për numrin e turistëve, sa vizitor ka pasur nga vendet europiane dhe nga vendet më të larta, si vjetë kemi një rritje shumë më të madhe të turistëve të huaj, listës e turistëve i prinë turistët nga Çekia, Polonia, Gjermania, mirë po si vjetë nuk kanë munguar edhe turistët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Spanja dhe turistët nga Australia. Në më thënë ka edhe pamje filmike të cilet u prezentuan në debatin e fundit me turistët nga Australia dhe turistët nga Abu Dhabi, të cilet kishin mbetur të manitur me bukuritë e malit Shar dhe me të gjitha atë biodiversitetet që ka vetëm mali Shar. Pra janë të gjitha këto kushtet që i plotëson, do të thoja një vend të turistik, mirë po vetëm në duhet edhe një nxitje apo një inkurajim, jo vetëm i banorëve, mirë po edhe gjithë shoqërisë që të zhvillojmë akoma më tepër këtë turizmin e qëndrueshëm alternativ, sepse ne nuk kemi deg tjetër të ekonomisë apo industrisë për të zhvilluar. Pra interesimi qytetar, mirë po edhe interesimi qytetarëve viteve të fundit është shumë më i madh, në krahasim me një vit më parë si vjet në Panairin e Titovës, numri i vizitorëve dhe pjesëmarrësve ishte shumë më i lartë në krahasim me një vit më parë. Domethënë, gjithçka që nis në fillim ka vështirësitë e veta, ka ato sfidat, mirë po me kalimin e kohës, gjithçka shkon duke përmirësuar dhe është në një trend pozitiv në këtë aspekt. Çfarë do ishte apo është hapi i radhës që do ndërmarrim në këtë drejtim? Apo me çfarë do punojmë tutje? Tani gjithçka nuk varet vetëm nga organizata Renesansa, mirë po ne nëse vazhdojmë me bashkëpunimi dhe falenderojmë publikisht CNVP Ponte, ne do të vazhdojmë me aktivitetet për të krijuar një pikë grumbulluese të produkteve jo drurore, domethënë për të lehtësuar banorëve të këtyre zonave të paktën atë shitjen apo të krijojnë të kenë një lehtësi dhe një siguri për plasmanin e produkteve të tyre dhe në anën tjetër do të vazhdojmë edhe me aktivitetet për përfundimin e shtegut. Një ndër shtigjet më të bukura do të jetë me siguri këtu sepse shkon përgjatë lumit të Shkumbin dhe arrin finalizohet në vendin ku bashkohen 3 lume, pra është një shteg i njohur si Rruga e Mbretit dhe në finalizimin, domethënë pas 6 kilometrave arrin tek vendi ku bashkohen 3 lumet e Malësisë së Tetovës, pra nisën nga banjët e Tetovës, siç edhe të gjithë e njohin, e shkon deri atje, domethënë është 5.9 kilometra, ne tani kemi arritur të hapim vetëm 1 kilometër shteg për shkak të kushteve klimatike dhe natyrore, të cilet nuk na mundsojnë tani të vazhdojmë, mirë po do të vazhdojmë vitin e ardhshëm me të njëjtin ritëm me bashkëpunimin të banorëve të fshatrave të Malësisë së Tetovës, të cilët i falenderoj për bashkëpunimin dhe gatishmërinë që kanë shprehur në këtë aspekt për të ndihmuar neve si organizatë, mirë po edhe të gjithë të tjerët që sa më tepër ta promovojmë turizmin malor. Përveç në aspektin e turizmit malor, çfarë tjetër mund presim nga organizata tutje? Tjetër, domethënë të gjitha këto do të cekë këtu se ne ishim për vizitë para një muaji dhe bashkë me CNVP në Panairin e ndërkombëtar të turizmit në Panajir, domethënë atje kemi shkëmbyer ide dhe mendime me përfaqësues të vendeve të rajonit dhe nuk përjashtohet ndonjë bashkëpunim me Kroacinë dhe me disa vende tjera, sidomos me ato organizata të cilet merren kryesisht me turizmin malor. Pra kjo do të jetë një hap shumë i rëndësishëm nëse arrijmë në bashkëpunim edhe me komunën e Tetovës dhe me Parkun Nacional Mali Shar që të realizojmë, atëherë do të hapim edhe domethënë do të hapim edhe rrugë të reja për zhvillimin e turizmit malor. Pra, do të kemi shkëmbim të ideve dhe mendimeve dhe nuk përjashtojmë mundësinë e realizimit të ndonjë projekti të përbashkët.
Unë falenderoj shumë zoti Beraq që gjete kohë dhe mundësi t'jeni sot me ne, vërtet kënaqësi që u kisha në emision, edhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera suksese dhe po ashtu që gjithçka rreth planit kundrejt turizmit malor të realizohet pasi që është në të mirën e të gjithë neve. Falenderoj edhe një herë shumë. Falënderit edhe nga ana juaj, falënderit të gjithë drejtuesve të TV-shenjës, dëgjohemi sërish. E tash të dashur erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot duke ju uruar një pazitë sa më të këndshme në rishjemi sërish të premte në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.